Deputetët socialistë i qarkut të Shkodrës ka denoncuar shitjen për skrap të monumentit të 5 heronjve të Vigut. Duke folur për media, deputetja Paulina Hoxha deklaroi se ndërsa harxhohen miliona lek për të bërë tortën e pavarësisë, është një turp i madh që monumenti simbol përfundon në këtë mënyrë. Sipas saj, përgjegjësi ka edhe pushteti vendor në Shkodër. E një men një djallëzore, po kërkon çdo ditë t'ja heq Shkodrës monumentet dhe bustet, që të thotë t'ja heqin asaj identitetin kulturor e historik, duke ja dëmtuar kujtesën historike. Ata e dinë mirë se një popull pa kujtesë historike venitet, shuhet, asimilohet. Prej disa ditësh pjesë të monumentit janë dëmtuar për të shitur për skrap. Pjesë të bronzta të armëve janë prerë me gur fleksibël nga persona të pa identifikuar. Përfaqësuesit e PS-s në këtë qark deklarojnë se fati i këtij monumenti ishte paracaktuar që prej momentit kur hoq nga qendra e qytetit dhe u la në zonën e grumbullimit të plehrave në Shkodër.